Vllaznia ka zhvilluar ndeshjen e parë miqësore në kuadër të fazës përgatitore që po zhvillohen në Sloveni, duke u përballur me ekipin e Olimpia Ljubljana, një nga skuadrat më të forta të futbollit sloven. Takimi u mbyll me fitoren 4-0 të vendasve në një sfidë që shërbeu kryesisht për stafin teknik kuqe-blu për të testuar gjendjen e ekipit, për të harmonizuar afrimet e reja me pjesën tjetër të skuadrës dhe për të dhënë minuta aktivizimi futbollistëve të rinj të ardhur nga akademia. Trajneri Edi Martini pati mundësinë të vlerësojë nga afër formën e grupit në këtë fazë të përgatitjeve, ndërsa rezultati kaloi në plan të dytë përballë objektivit kryesor të ndërtimit dhe konsolidimit të skuadrës për ballafaqimin në Conference League. Ndërkohë kuqe-blut kanë bërë lëvizjet e radhës në merkato duke ofruar dy mbrojtës, Xhezair Avduli dhe Fatbar Latifi. 21 vjeçari nga Maqedonia e Veriut Avduli vjen nga klubi i futbollit Arsimi dhe ka firmosur një kontratë 3 vjeçare me vllaznin. Sa i përket 27 vjeçarit Latifi, ai vjen nga Trepça 89 dhe ka nënshkruar një kontratë 1 vjeçare me të drejtë rinovimi. Miqësorja e radhës për vllaznin do të jetë ndaj ekipit kroat Rudesh, ku pritet të vijojë puna për rritjen e formës sportive në prag të ndeshjeve të turit të parë të Ligës së Konferencës ndaj Malishevës.